Ju përshëndesim miq. Herën e fundit që bëm një video ishte shiu sikur se pa vetë. Por sot do doja që të shihnim në kohë me diell se si është vendi. Qëllimi im në fakt është, ose më saktë pse doja që të vija ta bëj një video, ishte për të gjinkallat. Sepse qysh i vogël e kam pasur atë kureshtin që si janë, çfarë forme kanë, sepse i dëgjojmë të gjithë edhe nuk i shohim dot. Por kam përshtypjen se e shoh atë pemën. Me qëra fjala, këtu kemi specat, atu kemi domatet, rushi, kastravecat, apo trangujt. Pra, të duhet të gatuash, del mbrapa shtëpis, edhe tani, wow, e pash një, po prit, t'ja pak zë, shpresoj të mos më largohet, sepse e pash ku është, do t'i dalë ndoshta nga krau tjetër, ose ta zmadhoj pamjen, që të shikoni gjinkallen miq. Ndjes që lëviz dora ka i shumë, por tani unë do t'i afrohem, shpresoj të mos largohet. Pushoj dhe u largua. U largua. Shumë keq. U largua. Tu kemi sheg. Ja dhe kokra e shegës. Portakaj, tu kemi hurmat. Besoj që tu kemi dhe ca misra. Besoj që misioni deri diku u përmbush, sepse më në fund arrita ta filmoj një gjinkalл. E dëgjojmë pak. Këtu kemi edhe një kanal të vogël. Kam përshtypjen që nuk ka gjë më relaksuese se sa zhurma e ujit. Okej, këtu jemi midis portokajve. Hyri pluhuri gjeteve.
disa speca tjera. Prap speca tjera. Më desh të ndërprisja videon sepse ai tymi më bllokoi fare. Kështu që po e lëm për momentin edhe shi në një video tjetër. Mirupafshim.